Një gabim që shpesh herë ne e bëjmë është se e gjykojmë dikë për shkak të pamjes së tij trupore, për shkak të veshjes së tij, ose ndoshta edhe për shkak të pozitës që ai njeri ka në shoqëri. Mirëpor Islami na mëson se vlera e vërtetë e njeriut nuk qëndron në pamjen e jashtme, madje nuk qëndron as në statusin shoqëror të secilit prej nesh, por qëndron në zemrën e tij dhe në veprat që njeriu mbart. Po ashtu, Allahu i madhëruar njeriu nuk e vlerëson sipas standardeve njerëzore, por e vlerëson sipas pastërtisë së qëllimeve që njeriu ka dhe sipas sinqeritetit me të cilin ai i kryen veprat e tij. Shembulli më i mirë për këtë është historia e njërit prej sahabëve më të nderuar, e Bilalit radhiyallahu anhu, të cilin në atë kohë paria e Mekës, paria e Kurajshve, e konsideronin thjesht si një skllav, si një rob i cili nuk kishte ndonjë vlerë. Mirë, po për shkak të sinqeritetit që ai tregoi në besimin e tij, për shkak të këmbënguljes dhe devotshmërisë që ai tregoi megjithse po torturohej nga mënyrat më të njerëzore, Allahu i mundësoi që jo vetëm të lirohej, jo vetëm të bëhej prej figurave më të njohura në fenë islame pasi u bë mjozini i parë, por edhe të ishte ai që në ditën e çlirimit të Mekës të thriste ezanin mbi Qabën e bekuar. Në lidhje me këtë, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Me të vërtetë, Allahu nuk shikon në pamjet e trupat tuaj, por ai shikon në zemrat dhe punët e juaja. Me këtë hadith madhështor, i dërguari i Allahut alaihi salatu wassalam na bën thirrje të qëndrojmë larg çdo paragjykimi, pasi ajo që ne shohim është thjesht një sipërfaqe, është thjesht pamja e jashtme, ndërsa ajo që Allahu i madhëruar shikon dhe di është e vërteta absolute. Ndaj, ajo që është më e mira për secilin prej nesh është të pastrojmë zemrat tona dhe t'i kushtojmë më shumë rëndësi për mirësimit të punëve tona në mënyrë që të bëhemi prej atyre që Allahu i madhëruar është i kënaqur me ta. E lut Zotin e gjithësisë të na bëjë prej atyre me të cilët Allahu xhaleshanhu është i kënaqur. E lut Allahun fuqiplot të na falë, të na begatoj, të na mbulojë me mirësitë e tij dhe të na mëshirojë të gjithëve. Amin.